Seksioni kundër krimit ekonomik financiar pranë Drejtorisë së Policisë së Kryeqytetit, pas një hetimi disa mujor në bashkëpunim me sektorin e operacioneve speciale dhe shërbimin e kontrollit të brendshëm, u realizua me sukses operacioni policor i koduar Ikona. Fal këtij operacioni u arrestua në flagrancë shtetasit e mëposhtëm, Agron Muharrem Hoxha, 54 vjeç, lindur e banues në Tiranë. Shkurt Mark Toma, 41 vjeç, banues në Tiranë me detyrë punonjës policie në repartin special Resin. Dyshohet se këto shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin merrnin përsipër nxjerrjen e vizave Schengen në ambasadat e shteteve të huaja të atashuara në Tiranë, kundrejt përfitimit të shumës së parave prej 3.000 euro për një vizë Schengen.